Reforma territoriale është shumë e rëndësishme, por do të jemi hapur me ju këtu. A kush nga ju ka patur rastin ta ndëgjojnë se si bërtisten rrugë të Romës, si një Saçi ka qenë një gjatë diktaturës në Tiranë, kur ka marrë nga tropoja unë shkollë të mesme, ishte një Saçi që fliste me vete dhe i largoheshim. I largoheshim se bërtiste rrugës. A e pat ju se si bërtiste rrugëve të Romës atë? A e pat? Se pas ki pa, do ta gjani atë video. Bërtiste rrugëve të Romës në telefon, kujt i bërtiste? I bërtiste Damian Gjiknurit për reformën territoriale. Habiti, kalimtar, habiti shqitsat, harroj e humbi komplet, pse po ta them këtë histori? Po ta them këtë histori i dashur miq, se rrëzimi i tij dhe bërja e reformës është e vetmja gjë reale.